Vlerësojeni kohën, minutat tuaja në këtë botë janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Duajini njerëzit e zemrës, mos u bëni lakmitar, se s'do merrni asgjë me vete. Nuk është e largët dita kur nëna juaj do t'ik nga kjo botë, e do t'ju lëri pa krah. Nuk është e largët dita kur babai juaj do t'ik nga kjo botë, e do t'ju lëri pa këmbë. E nuk do t'jetë e largët dita kur dhe ju vetë do t'hani ushqimin e fundit. Do të thithni ajrin e fundit, e do t'i mbylni sytë për gjithmonë. Do të mbetemi vetëm një kujtim mes njerëzve. Ndaj vlerësojeni shëndetin, se është absolutisht pasuria më e madhe që na ka dhënë Krijuesi. Jetojeni këtë jetë me dinjitet, me ndershmëri, me drejtësi e me mirësi. Se e mira, e ndershmja, e drejta do të kthehet në këtë botë, e këtë e ka garantuar vetë Krijuesi. Zoti na përdor për mirë e ju dhën të mirat andej nga nuk i prisni, atëherë kur nuk i prisni. Zoti ju begatoft me shëndet. Do të shihemi në shpor dhe ju falenderoj nga zemra për mbështetjen e jashtëzakonshme dhe për gjithë suportin e vazhdueshëm gjatë këtij edicioni. Faleminderit.